Mirëmbrëma nga Selaniku, këtu në një destinacion, po themi, turistik në një farë pike edhe të gjithë stinëve të vitit, qoftë në verë, në dimër, në pranverë apo në vjesh, por vera padyshim ka të fluksi më të lartë edhe për shkak të detit. Në krahun tim të majt është porti, që kamera do na tregoj në këtë moment, dhe se vijoj më poshtë majtas është pedonalja e famshme, torra e njohur e Selanikut. Unë jam në një pikë që është rrethuar me kafe, me restorante shumë e njohur, e bukur, e veçantë, ndoshta jetësejake që bëhet, por gjithashtu edhe me strukturën apo bustin e Aristotelit, më të vjetër të njohur grek që gjendet deri në Bronz edhe këtu. Tani historia tregon që nëse prej gishtin e madh të ti je me fat gjithkohës pas në këtë fat. Edhe keni dhe shkrimin më poshtë greqisht Aristotelis, dhe shumë turistë kanë bërë foto të shumë nga që bënin foto me një video pa të shimin në këtë pikë. Por të tregoj pak panorama aktualisht, teksa ora shënon 12 e natës, ka ende lëvizje, padyshim është verë, është ngushtë, edhe është një mundësi e mirë për të eksploruar këtë qytet, i njohur ndryshe edhe si qyteti i të dashuruarve, Thessaloniki apo Selaniku, siç e themi ne shqip. Në krahun tim të gjatë janë të gjitha kafenet, baret, restorantet që mund të shijoni patjetër. Hello, hi. Mund të shijoni patjetër, por gjithashtu edhe mund të bëni xhiro në këtë zonë, të shëtisni paksa, dhe në pjesën e sipërme është zona kryesore e qendrës. Po themi që njihet ndryshe edhe për shumë shmundë. Ndërsa atje në det, nëse çon pak, është Pirati Karajibëve, një anije improvizuar. Nëse e shohim ditën është shumë e bukur, sepse është fikse, nuk e zoomojmë dot, por padyshim ajo çka ofrohet si panoramë në Selanik janë shumë llojshmëri. Pse them kështu? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për një gjë, por janë disa të ndryshme. Ne kemi se janë disa pamje të njëpasjeshme për të eksploruar. Është fare pranë Kapshticës dhe Korçës, ku më do të toni, në mos gaboj, diku te 200 km, ndoshta edhe më pak. Rrugësh autostradë vjen më njëherë dhe ju prezantoj me këtë panoramën e cejake të Selanikut në këtë çast, edhe energjisë së re që karakterizohet. Shkojmë në një tjetër pamje.